Të paktën 4 familje nga njëjti fiz në qytetin e Lushnjës janë drejtuar emisionin Stop sepse pretendojnë se edhe ata janë mashtruar prej zonjës Kola. Fillimisht do të dëgjojmë 2 prej tyre, janë motër e vëlla. Zonjë, bëjmë një prezantim, ju jeni? Vera Kaloti. Dhe ju zotri? Habil Sula. Për çfarë keni ardhur sot në Stop? Cili është problemi juaj me zonjën Klotilda Kola? Neve kemi futur letrat për të bërë hipotekën e shtëpisë. Vajtëm atje, i paguam lekët, sa lek donte kjo, më kërkoi 2 milion lek. Në këmbim të çfarë? Çfarë do të bënte Klotilda? Do bënte hipotekën e shtëpisë, unë nuk e kam, hipotekën e shtëpisë. Lek i keni dhënë zonjës Klotilda? 2 milion lek. Ja dha vetë personalisht? Ja dhash vetë unë. Dhe ajo çfarë ju tha? Tha me kismeta për nga një firmë, tha prit, me datë 29 prill, unë do vija të mirësha ato letrat. Kjo më tha, kur e mora unë Klodita, thash unë të vijë, thash unë, një ditë më përpara. Morën telefon? E morën telefon, nuk po ma hapte, edhe i shkruajta mesazh aty. O Klodi, thash unë të vijë, thash unë Vera, thash unë nesër, kjo s'po ma hapte, as po më kthente përgjigje. Merr telefon, nuk më kthente përgjigje. Me këtë rast që futi motra dhe vllai i madh letrat për hipotekën e shtëpive, erdhi dhe vajza Nipi dhe vllai im që është më i vogël nga unë, ti fusim dhe ne tha letër me që di bëke kjo zonja tha. To janë lekë që kanë sjell ato nga Italia, unë ja kam dorëzu zonjës edhe kam marrë faturët. Me dorën time kam faturët dhe ty janë të deklaruara, kam vajtë 7.500 euro. Pra, ti u interesoj për problemin e kujt? të dervishit, Nipit dhe të vllait Ardiani. Për 2 persona pagove 7.500. Person se vajza ka 2 shtëpia për të bërë legalizim. Ku i ka ajo? Në Lushnjë, në Në Zhan. Lushnjë, apo jo? Po. Po nuk e dim, ç'të themi, nuk e dim ku është. Duke qenë se me 2 të tjerë të kemi pasur të pamundur të takohemi fizikisht, pasi ata jetojnë në shtetin italian, për këtë na kanë shërbyer video telefonatat që kemi realizuar me ta. I dëgjojmë. Shumë i dokument shtëpi për të regjistruar, për të bërë si pronë falëvishme se dhosa la. Edhe brodha në këtë me zyra me kërkuar, nuk geta rrugëzidhje. Dhe detyrova kapa një avokat. Për mua tha, hajde tha që ta bëj unë tha. Për kë po flasi? Për kë jemi duke folur? Për avokatën Klodita Kola. Ju ishit i pari që e pajtuat avokatën, me shpresën se do t'ju zgjidhte problemin e shtëpive. Po. Sa lek i keni dhënë, sa para i keni dhënë avokates dhe çfarë veprimesh ka bërë ajo? 2.000 euro. 2.000 euro. Dhe nuk bëri asgjë. Arriti 3 vjet. Edhe akoma s'ka marrë përgjigje. Ja kam qu lekët kunatit, Abit Sules. Është marrë Abit Sula me avokate. Sa para keni paguar ose dërguar ju nga Italia për të zgjidhur këtë? Ja kam tregua unë me anë të bankës kunatit. Sa para? Kunati ja ka qu avokatës, ta i ka kërku 2.000 euro. Për cilën banesë jemi duke folur? Keni një banesë në Lushnjë ku? Në Lushnjë, në fshat të Lushnjë, Zhan. Edhe që nga jo kohë, sa kohë ka kaluar? Ne bogati vit. Dhe asgjë? Asë një gjaj s'kena bëj, kemi bërë në telefon nga këtu, na ka sa ne morem ditën e funit 2002 për para votimve, e kemi ma mos të përziti tha burrit tim, se do janë çdo çka gati Ardianista. E tonë të shi që ajo të na përgjigje, na japin dokumenta si duhen, ato që i kemi dhënë, e qoftë ajo nuk ka kërkuar gjatë, ta japin i këtë fresh. Është e pamundur të gjejmë lehtësisht avokatën, ta ashtu quhet edhe në fakt, zonjën Klotilda Kola. Interesimi i emisionit Stop ose më saktë kërkimet tona janë përqendruar jo vetëm në Lushnjë, por edhe në Tiranë. Ndodhemi këtu pranë komunës së Parisit, në këtë zonë të populluar, pasi këtu është edhe aktiviteti i bashkëshortit të saj, i cili ka qenë në fakt subjekti i emisionit Stop disa vite më parë, po për mashtrim të klientëve. Zoti Maksim Kola, po mos ja fut vrapi, të lutem, të lutem tani se nuk është korrekte. Të lutem. Zotri, më dat 30 qershor të 2019-s duhet i hipshit.
O, zoti Kola, po nuk ikëm burri ashtu, zoti Kola. Të lutem. Kemi ardhur vetëm për një marrëveshje. Zoti Kola.